Shumë shkurt, dojtë të thoja se unë nuk jam kundër foltorës dytë, po më duke se foltoria dytë, një strategjike, ti e strategi i foshatave, po më duke se ke qëtë kone i dur, do t'ishe o më para në shtator, ose më mrapa. Se në kulmin e krizës skandalit e Rama Balluku, media e mëgaj që 90% e medjave, do fokusohet ke problematika tonë. Do harrohet shifti Rama Balluku. E kjo më duke se nuk ka strategji e dur e zhidhës. Urojmë që kjo strategji të na motivojë më shumë, njërë që protestat tjera tjenë gjithë përfshirëse, tjenë shumë më të mëdha se sa ato që kemi pa të ditë. Sa për e tha se do ketë riformatim të gjithë struktura. Zoti Berisha, një pjesë e strukturën e kryesisë PD-s qendrës, janë këthe antipatike për strukturat. Unë jam kryetar për sesionin kthell, jam kryetar që kemi dyfishuar rezultatin e fitores. E kemi dyfishuar që nuk ndodh kur në Shqipëri, përveç në ditë ndodh. E kemi dyfishuar pra, në sa qendrështave që janë të sallë shumica, e në sa kandidati që vërtet që spektakolar Arshad Lala. Por kryesia e PD-s janë po ato që kanë qenë pjesa humbse e 12 Ramaci. Janë po stafi që ke pas ti, zës ministra, po ato janë. U afrun ke Basha, morin pjesën kryesore të Bashës, morin stafin e Bashës. Dhe u cofi kali, një figurative, dhe kalun prap ke ju. Ja, po ato janë. Janë po ato që kanë 2-3 posa për veti. Si e zonja në kryetarja e Forumit Gruas. Kryetarja e Forumit Gruas, kryetarja e Komisionit Parlamentar, përfaqësues i Shqipërisë atje në Bashkinë Evropiane, nuk e di çfarë bën ky zoj atje. Çfarë bën? Pa vetëm foto? Pse nuk e denonson Vllautinin, Pogerinin, të tjerë të zyrtarët e BE-s të korruptuar që korruptuar me shanta mero. Si ka mos ir ky zoj? Nuk në bën atje fort. Pra, PD-ja do të rifabatohet nga Kreu të Berisha, nga kryesia, nga Këshilli Kombëtar. Unë do të sugjeroj diçka me informatues, se vërtet i këtë vështirë, si të janë gjithë në momentin e vështirë. Do të sugjeroj që të ndaje poshet politike nga grupeve parlamentare. Kjo është një zgjidhje që të pesh nga sikleti për të largu Flamunokën, që është vërtet antipatik. Flamunoka është antipatik, është arrogant, po shohin media si që përbën. Flamunoka nuk është. Duhet sekretari përgjithshëm zoti Berisha tjetë nga jugu të ka Shqipëria e Mesme. Ka figura vërtet Shqipëria e Mesme. Ka figura si Tomar Alizoti të artikulu, ka si Muslimu Rizi qendrështar, ka figura tjera. Si ka figura tjera diaspora zoti Berisha. Pa të thënë do ta hapim PD-n, nuk e hape. Nuk le Flamunoka dhe Albana Voksh të hapesh. Sepse dalin hi ato. Pa të premtu koalicion, aleancë, sepse kjo regjim do aleancë sa më të mushëm. Do çdo burim qendrese, nga media, nga diaspora, nga fusha akademike, ke profesor Silur Susaj, profesor i nderuar, ke diasporën mjek si Milajm Nela, vërtet, qendrështar, i jashtëzakonshëm. Ke media si Shpend Gashi, ke tjerë vërtet, media që po janë vërtet patriot. Duhen afro këto zotëri. Nëse vërtet duhen bëjmë reformë opozitaare. Largojmë të keshin më të madhe që na ka shumë. Vim për protestat. Zoti Berisha na janë bë bajatin, e keni vrarë protestën, e ka vrarë zoti Basha. Disa vite, na shotën protestë 1 orë 2 para kalim para edhe hiqshim ke shtëpia. Ne shkoçëm për qendres, më duket se edhe ju zoti Berisha po na bëni parat moti. Si. Ne vim për qendres atje, nuk vim për protestë, për parat moti. Manifestim Tiranë 1 orë 2 marrë ke shtëpia, nuk është qendres kjo. Ne duam protestë. Unë jam pasojë e protestës, nga bëu 2 protesta në thellë do t'i bëj prapë. Jam 2 ditë në parashitje atje nga regjimi. Tash një vit do vazhdoj prapë të jem protestë e rradhës. Po ama protestë qendres para kryeministrisë ta largojmë. A është i frikacak, a është disa frikacakash. Po duan burra. Ti ndajmë 500 vend nga Milita, 500 nga rreth i veriut edhe ai hikën në zotë. Kështu që zoti Berisha to kisha unë vërtet nëse donë që partia më të thejtë në pushtet, do që të heqin keqet madhe, merë parasysh të sugjerime që të tash. I falenderit. Edhe unë të falenderoj shumë për diskutimin, ta bëjmë me të drejtë. Unë fola për listën. Është e një rëndësie të jashtëzakonshme, po edhe njerë,
listën, ju e dini, nuk mund bëj kryesia listën. Listën e bën dega, e bën seksionet, e bën grup seksionet, po e shumë rëndësishme. A do vendosim atë që kanë të tjerë, komisionit e selektimit, do i vendosim bashkërisht, do përcaktojmë bashkërisht. Sistemi është i keq, nuk e pranojmë. Nesër do mlidhen të gjithë forcat politike opozitare, janë të ftuar që të gjithë. Çfarë është parti politike opozitare, është i ftuar nesër të bien dakord se çfarë propozojmë ne dhe cilat janë linjat tona, të themi të kuqe, për reformën zgjedhore. Absolutisht, ne jemi të hapur, prandaj na duhet dhe ujdia me forcat tjera politike opozitare dhe do bëjmë gjithçka për të pas sistemin më të mirë të mundshëm. Ky sistem është i keq. E them dhe unë, duhet të ndryshojë. Përshëndetje, doktor Berisha. Si asnjëherë tjetër, tash 35 vjet që jam antar i Partisë Demokratike dhe kam kontribuar, soni nuk kam një farë kënaqësie, sepse nuk është marrë me diskutuar deputeti, kryetari, po bashkë bisedim, ku i kemi hallet, ç'a na duhet, ku pohet. Ne kemi shqetësime, doktor Berisha. Përse shatu në Shqipëni, na i thënë telefoni për sekund. Se kush është i Tirana, e njoftëm gjithë. Ti thoni fjalë se me votë su në hedhim. Është një vërtet, sepse imi pak. Imi pak. Se në kanë hik njërësit. Unë një familje më madhe, 40 vetë. 20 vetë. 20 kam këtu, 20 i kam në diasporë. A këtonë, unë do me të bëjë një pyetje. Çish duhet, çu shërzojmë Ramën? Me votë jo. Tash i pyetje ime, plak jam, po, çu shërzojmë? A keni në shtetje që të majmë shpresë nga jashtë se me votë shkojnë, me forcë nuk shkojnë. Qështë të bëjmë? I nërur që po. Unë vini nga familje e persekutume, por edhe intelektuale. Ma falin të pak, se kjo ishte kënaqësime se të bëjmë mua betë. Mas i kështë e po politika ajo, ishte në kryetari bashkisë Shkodrës, 23-25, erdhë, e majtëm në 2 vllazën, e majtëm ashën, e një bëna një pyetje murajsh, thosh, kjo e në verhoqja, 3 milion banor. Social imperializmi amerikan, kë gjendari nërkomtare, kë social imperializmi sovjetik, pse e lonë me folë, mërë? Pse e lonë me folë? Tha, e tha, sovjetiku do ma merë e në verin tu, se si vjen asë i keshe veselef për poplin. Se sa Amerikën këto, bazat amerikane, po ashtu në Amerika, 25 vjet, unë me shof, mati dente e me shof, se pos të ardhë në njëm nga jashtë, e kemi zorë. Se i ka kamuflu të gjitha, se përsa dumë na, sa kemi me dashtë na? Pushtetin në mërdit e kemi na.
Unë e di se burimi shterët ai si bjeqon kretarit, besë se shketi më mërë mu, po edhe një tjetër të ashtë i masi mora rasi, thash që është gjë e ma keshe, gjë e ma mirë për njeri unë, është. Gjë e ma mirë për njeri unë, thët losh një vepër. Vepra nuk beskur. E kus le vepër, shkon, du të thëmë, të rëjtë gjithat mirat, 3 vepra si ja kellën Shqipnis, asë një burë si kalën, mënit, letë shajnë, letë flasin, letë bërtasin sa duhen. 1. NATO, liberalizmin e vizavet, e rrugën e komit. De facto, Kosova është e bashkume, por gjithmonë rreziku i Shqipnis ka nga Serbia. Kjo e kam të shgëmi të parëve të mi. Të rështet gjithat merat. Më një se sa kërkesa kimi na. E sa, se harrov me thënë, familja më dhemet fakt. Familja, unë kam qëni përsukutue, em ka indernu, em ka djeke gjitha, por kur ku marrë 90 këmë dalë familja ma regull, ma qonë, se nuk jash me më hy kush në familjet e me. Pa ti zotit të është, vazhdojnë që duhen. Të rështet. Shumë falemderit, ndohë shumë falemderit për